SPAK e Byroja Kombëtare e Hetimit ka zbarkuar në Shkodër për goditjen e krimit zgjedhor. Sipas burimeve të Vizion Plus, në fokus është Partia Social-Demokrate, ndërsa mësohet se ka edhe të shoqëruar në policinë e Shkodrës. Kontrollet janë shtrirë në zonën e Malësisë së Madhe dhe atë të Vaut të Dejës. Ndërkaq, nga aksioni në terren, Prokuroria e Përgjithshme regjistroi 87 kallëzime për krime elektorale. Rekordin e mban kryeqyteti me 21 prej tyre, ndjekur nga Elbasani me 11, Fieri 8, Lezhë 7 e më pas qarqet e tjera me numër më të reduktuar procedimesh. Krimet e dyshuara të cilat vunë në lëvizje organet e akuzës së rretheve janë: pengimi i subjekteve zgjedhore, dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, shkelja e fshehtësisë së votimit, korrupsioni aktiv-pasiv në zgjedhje, përdorimi i funksionit publik për qëllime politike, kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, marrja ose përdorimi i paligjshëm i dokumenteve të identifikimit, shpërdorimi i autoritetit ushtarak ose policor. Përpasoj janë vendosur pas hekurave. 7 persona në Tiranë, Lezhë, Elbasan e Fier. Gjithashtu, për 4 persona të tjerë në Elbasan është lëshuar urdhër ndalimi, ndërsa një rast nga Prokuroria e Dibrës është dërguar për gjykim. Korrupsioni aktiv e pasiv është kompetencë direkte e prokurorisë së posaçme, ndaj 6 raste të shitblerjes së votës i takojnë SPAK t'i hetoj. Për po të njëjtën vepër penale, një ditë pas zgjedhjeve parlamentare, në pranga përfundoi babai i kandidates së Partisë Social-Demokrate, Limonera Bozha, Pandeli Bozha. Për këtë të fundit, sot gjykata e posaçme mori vendimin ta lërë në arrest shtëpie. Prezente në gjykatë ishte edhe kandidatja e PSD-s, që hodhi poshtë akuzat se jati i saj e ka ndihmuar atë për të blerë vota.